Falenderoj Papa Lian për fjalët e ngrohta që tha, por e diela e sotme na kujton edhe për diçka tjetër shumë të rëndësishme, që rruga e jon kalon nëpërmjet kryqit, nëpërmjet vështirësive e sakrificave. Për të arritur në dritë, duhet të kalojmë nëpërmjet errësirës e të kemi kurajon që na jep kryqi. Kryqi është një ndihmëse jashtëzakonshme. Nëse ne do kuptojmë misterin e kryqit, jeta jon do ndryshojë. Sepse si ka mundësi që një instrument i shpikur nga Fenikasi, një instrument torture dhe vdekje, Zoti e ktheu në burimin e jetës. Sepse çdo gjë që prek Zoti e transformon, e kjo na jep shpresë. Një shkrimtar i famshëm rus, Aleksandr Solzhenitsyn, tregon një episod të shkurtër nga jeta e tij, që është kuptim plot për ditën e sotme. Ishte i dënuar në kampet e punës së asaj kohe dhe i lodhur nga uria, nga të ftohtit e kampeve që ishin në Siberi, mendoi që jeta e tij s'kishte më kuptim. Humbi çfarë lloj shprese dhe e la lopatën, u ul në një vend atje dhe priste që rojet të vinin e të arrinin për vdekje që ta mbaronte atë. E siç po rrinte atje, ju afrua një plak i vjetër, kockë lëkur, me lopatën e tij bëri një shenjë shumë të vogël, thotë ai, të kryqit. Në atë çast mundes një shpresë shumë e madhe brenda meje. Dhe mendova që kryqi ka mundur perandorira, do mundi dhe këtë perandori të keqes që po e torturon popullin tonë, thotë, dhe u ngrit. Dhe që nga ajo ditë pati një ndriçim të jashtëzakonshëm shpirtëror, që jo vetëm ndriçoi veten e tij, po dhe shumë njerëz anë mban botës, pikërisht duke i treguar këtë histori, që shpresa në kryqin është një dritë. Prandaj ne nuk ndalemi te kryqi, ndalemi tek ngjallja. Kryqin tënd lavdërojmë dhe ngjalljen tënde të shenjtë, ne e lavdërojmë akoma dhe më shumë, sepse kryqi ishte instrumenti i ngjalljes. Ishte instrumenti i ngjalljes për Krishtin dhe është instrumenti i ngjalljes për gjithë secilin nga ne. E them këtë sepse rruga jon do ketë vështirësi. Është e pamundur mos kemi vështirësi. Vetë Zoti na thot, në botë do keni shtrëngim, po keni zemër, unë e munda botën. Kush e mundi botën? Pikërisht kryqi i Krishtit, sakrifica që bërej në kryq për shpëtimin e gjithë njerëzimit e mundi të keqe. E nëse ne do e ngrem kryqin e Krishtit me shpresë, ai do na shpëtojë edhe ne. Unë gjeli sot më shumë domethënës. E ndoshta duhet lexuar vazhdimisht e përdit për atë fjalë që na thot Zoti, që kushdo që do të vi pas meje, le të marrë kryqin e tij, të mohoj veten e të më ndjeki pas. Çfarë do thotë të mohojmë veten? Sepse njerëzit e sotëm ndoshta kanë vështirësi për ta kuptuar. Kur Zoti thotë mohojmë veten, do thotë të mohojmë pseudo veten. Atë vete që krijohet tek vetja jon nga pasionet, krenarit, zilirat e gjithçka tjetër, që e transformon në të keq gjithçka që kemi ne. Vetja jon e vërtet është thellë brenda nesh. E duke mohuar pseudo veten, ne do zbulojmë veten tonë të vërtet. E duke zbuluar atë, kemi zbuluar Perëndin. E Perëndia do japi jetës tonë gëzim të jashtëzakonshëm, e ndriçim shumë të madh. Sot ne jetojmë në një kohë ku është një errësirë shpirtërore. E ndoshta një nga më të këqijat e qytetimit modern është mungesa e një jete shpirtërore. Teknologjitë kanë arritur kulmin, shumë gjëra janë zhvilluar, e megjithatë nuk ka gëzim në shpirtrat e njerëzve, sepse mungon jeta shpirtërore, e mungon drita e vërtetë. Duke mohuar pseudo veten, ne do zbulojmë të dritë, e do ndriçojmë veten tonë. E duke ndriçuar veten tonë, kemi shpresë ndriçojmë edhe shumë njerëz rrotullnesh. Në këtë ditë sotme, unë jam i emocionuar. Kam shërbyer për 27 vjet këtu. E dua t'i falenderoj të gjithë klerikët e Dioqezës Korçës për mbështetjet që më kanë dhënë. E të gjithë besimtarët, të cilët janë përpjekur për ta ndihmuar kishën. E ndarja nga një kohë kaq e gjatë nuk është e lehtë. Megjithatë, ne ndajemi përkohësisht, sepse gjithë si të krishterë besojmë që një ditë do takohemi në qiell së bashku, kështu që ndarja është e përkohshme, po dhe ndarja e përkohshme sjell një lloj trishtimi. Unë do lutem për këtë dioqezë, sepse një pjesë e shpirtit tim, e jetës time është këtu. Dhe për një kohë të shkurtër, derisa të zgjidhet mitropoliti i ri, e mbuloj unë përgjegjësinë e kësaj dioqeze. Dhe urojmë që Perëndia na japi një njerëz të denj në këtë dioqezë për të vazhduar punën që filloi kryepiskopi, vazhdoi me mua e do vazhdoj me tjetrin e me tjetrin me radhë.
Historia e kishës është e gjatë, është 2000 vjeçare. Dhe gjithmonë Perëndia ka dërguar njerëz për të ndriçuar popullin e tij. Prandaj këtë ditë sotme do doja t'ju falenderoj të gjithëve. E do doja t'ju kërkoj falje të gjithëve. Nëse ndonjëri ndoshta mund të kam lënduar me dashje ose pa dashje, por dëshira ka qenë gjithmonë e mirë për të ndërtuar e për të shpëtuar. Ju jeni sot pjesa më e madhe këtu. Dhe pjesën më të madhe, pothuajse të gjithë i njoh dhe personalisht, e kemi biseduar dhe personalisht. Dhe do doja që të luteni për mua, sepse rruga jon akoma s'ka mbaruar. Kisha gjithmonë ka nevojë për lutjet e besimtarëve. Dhe ka nevojë dhe për mbështetjen e kishës, sepse kisha jeni ju. Ju jeni gurët e gjallë të kishës. Muret janë ndërtesa ku mblidhet kisha. Nëse nuk do jenë gurët e gjallë, nuk do kenë vlerë muret. Njerëzit e gjallë i japin vlerë mureve. Dhe duhet kemi përgjegjësi për kishën. Nëse do e duam Zotin dhe kishën, jeta jonë do në ndriçohet e do mbushet me gëzim. Sepse siç thash pak më parë, në botë ndoshta njerëzit mbledhin shumë gjëra, po mungon gëzimi, sepse gëzimi nuk është një cilësi e temperamentit njeriu, ose çështje karakteri i tij, po është një dhuratë nga Zoti. E kush do të thotë dhuratë nga Zoti? Kur Zoti është brenda jetës tonë, që do thotë jeta jonë udhëhiqet nga mësimet dhe vlerat që vijnë nga mësimi i tij, ato do japin jetës gëzim. Madje edhe kur na vijnë kryqet e rënda, do kemi gëzim, sepse nëpërmjet kryqit, thot tropari, erdhi në gëzimi në botë. Ju uroj të gjithëve ju që Perëndia t'ju japi një jetë gjatë, e t'ju japi një ndriçim shpirtëror, e ta ruani këtë dëqesë, e ta mbështesni vazhdimisht për të ruajtur emrin e nderuar që ka pasur në shekuj. Duke ndihmuar kishën, ne ndihmojmë më shumë veten tonë. Duke dashur Zotin, ne fillojmë kuptojmë edhe veten tonë dhe do duam dhe njerëzit e tjerë. E duke dashur njerëzit e tjerë, padyshim që do duam dhe vendin tonë, sepse një krishter i vërtet e do vendin ku jeton. Është e pamundur të duash Perëndin e mos duash njerëzit me të cilin je rritur, ke punuar, ke ndëjtur me ta. Një besimtar i vërtet e do vendin e tij, e nuk e braktis. Pavarësisht kryqeve të mëdha. Padyshim që ka vështirësi të mëdha. E shumë njerëz ndoshta dhe mund të kenë arsye, po një pjesë e madhe dhe nuk kanë arsye. Duke dhënë ne më tepër marrim. Ky është misteri i krishterimit. Prandaj edhe Shën Pavli shkruan e thotë është gëzim më i madh të japësh se sa të marrësh. Nëse do të zbulojmë këtë gëzim, kemi zbuluar diçka shumë të rëndësishme për jetën tonë. Dhe një herë ju falenderoj të gjithëve me gjithë zemër dhe do lutem për të gjithë ju dhe për këtë dëqesë që e kam dashur aq shumë.